Kontrollet intensive të policisë së shtetit kundër kultivimit të bimëve narkotike kanë vijuar në qarkun e Lezhës, ku në bashkëpunim me strukturave të policisë së Kurbinit, Mirditës dhe seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, janë goditur 3 raste të kultivimit të kanabis sativa. Operacioni u zhvillua në kuadër të kontrolleve të territorit nga toka dhe ajri me përdorimin e dronëve, si dhe mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative. Si rezultati i veprimeve policore, janë arrestuar në flagrancë Dritan Nikolli, Vojsava Mercina dhe Jetmir Rucaj, të dyshuar si autor të kultivimit të bimëve narkotike. Sipas policisë, në fshatin Sheshaj të Mirditës, u arrestua Jetmir Rucaj, i cili u kap duke u kujdesur për 222 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa të kultivuara në një zonë të pyllëzuar. Në një rast tjetër, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kurbin, arrestuan Dritan Nikollin, i cili dyshohet se kujdesej për 151 bimë kanabis sativa të kultivuara në territorin e Kurbinit. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kurbin arrestuan edhe Vojsava Mercinon, pasi në lagjen Rahui Pashës në Laç u zbuluan 63 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, për të cilat hetimet paraprake dyshojnë se kujdesej ajo. Në total, gjatë këtij operacioni, u konstatuan dhe u zgjësuan me anë të djegjes 436 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Policia bën me dije se kontrollet në terren do të vijojnë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit, me qëllim identifikimin dhe goditjen e çdo rasti të kultivimit të bimëve narkotike, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, e cila po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të këtyre rasteve.